organizuan për datën 27 nëntor, ishin 2 kobure shqiptare, të cilat janë prodhim i mes shekujve 18 dhe 19. Kobure shqiptare. 1700 mes shekujve 18 dhe 19. Mes shekujve 18 dhe 19. Sepse e kemi të pamundur për të bërë një datim për arsye se ato janë përdorur. Po mirë, ti themi me 1800? Themi fundi ose mezi i 1700-s dhe fillimi i 1800-s. Po pra, e mesme i 1800 plus minus. Po plus po që besoj se janë dhe më përpara. Ato janë të përdorura deri vonë, pra kur them deri vonë dhe në momentet e kryengritjes përgjithshme që solli pavarësinë e Shqipërisë, por që i kishin dokumentuara në brezat e çetës së luftëtarëve të Kajo Babinit, që bëhet fjalë në periudhën normalisht pas 900-s, kur ata janë fotografuar. Në jug. Dhe secili, po në jug, dhe secili në brez ka nga një kobure të tillë. Niko, ata në veri ka luftuar më shumë se sa ne të jugut. Pa diskutim, por që s'ke një kobure të atyre të veriut, po këtë jugut aty. Këto kanë qenë mundësit cilat do na thonë ata gegat ne tosve. Jo, për sa i përket pjesës të vitërsisë të atyre ardhëve që ishin gjendje të fondit muzeut. Gegat që ju tosve tani keni gjetur pistoleta. Jo, gegat nuk mund ta thonë dot atë gjë, sepse ne aty kemi të ekspozuar dhe modelin e një të themi një revolverin të një pistolete, të një revolveri të themi më sakt, që ka qenë përdorur nga Isa Boletini dhe nga Det Gjoluli. Që kemi të verifikuar sipas fotografive. Po modelin e asaj arme që ka përdorur. Modelin e armës, jo origjinalen. Ajo si armë origjinale është, por ne nuk mund të themi dot sot që ai ka përdorur ta në brez apo jo, por ne mund të themi që është kjo armë dhe është ky model. Është fiks ky model që këta kanë përdorur. Që kanë fotografi. Po dhe janë shoqëruar edhe me fotografitë e tyre, siç ndodh këtu për shembull. Që kemi bëra ndryshim me forcat e tij kryengritjen në vitin 1911. 1911. Po, në periudhën themi të kryengritjes përgjithshme që solli pas pavarësinë e Shqipërisë. Ani ky mitrolozi Maksim quhet ky. Po, këtu janë, domethënë në këtë pjesë kanë qenë se i shpërtheu dhe vdiq ai konstruktori. Po, në këtë pjesë janë të vendosur 3 mitrolozë, ta janë gjithë themi pjesa para luftës së parë botërore. Para luftës së parë botërore. Që kanë qenë aty. Po mbas pavarësisë. Nga ato 3 që janë të vendosura pra sepse ambienti aty vijon dhe me 3 mitrolozë të tjerë, 2 nga ata kanë qenë pjesë si modele, kanë qenë pjesë e ushtrisë qeverisë të Vlorës, dhe njëri prej tyre është një nga modelet që është përdorur në rrethimin e famshëm të Shkodrës në 1913. Të rrethimit të Shkodrës. Si modele pra të armëve që janë përdorur. Për gjithë ata që na ndjekin, ky mitrolozi është ai te filmi Yjetën e Dvegjata. Po. Pandiraidi, mitralieri. Po. Ai përdorur Pandiraidi në po është me të kështu sepse i dhe ai që kishte shqiponjën më trime. Po e kishte më trime se vrana. Daj vrana tha. Foto tjetër? Këtu më pas jemi për të treguar disa prej fotografive të cilat ishin pjesë e ekspozitës në format të madh, pra të zmadhuara, për të qenë pjesë e ambientit aty. Këtu kemi luftëtarë të Shqipërisë të Veriut, të cilët janë përveçse të armatosur, mbajnë në duart e tyre dhe një flamur shqiptar, i cili me sa shikoj. Brapa, ajo në sfond. Po, me sa shikoj dhe me sa arrita kuptoj nga aq sa kam mundësi të shoh modelimin e shqiponjës, duhet të jetë një flamuri që ndisur nga Bernardina Marubi, e cila ka qenë një qëndistare, një flamuri që u përdor nga Det Gjoluli në Deçiq. Bernardina Marubi, që kishte... Ishte pjesë e familjes të... Ishte pjesë e familjes të... Nuk ishe me Kelën. Po, ishte pjesë e familjes të tyre. Ishte pjesë e familjes të tyre. Niko. Dhe ta janë kryengritës të Veriut, cilët janë përveç se të armatosur, kanë në sfond dhe atë flamur. Dhe kujtoj të paktën në të moment që gjatë kërkimit që i ndjeri miku ju në përbashkët, të cilin e kujtoj me shumë respekt Artan Lame, kërkonte për muzeun e tij, kujtoj që i kam nga bisedat e fundit para pak kohësh se ai të ndaj nga jeta. Ishte vënë në kërkim të një fotografie që të ishin luftëtar, por me një flamur me shqiponjën të krershe aty. Dhe kur e kam dërguar të imazh, ka qenë super lumturuar, sepse tha kjo më zë vend shumë të mirë te muzeu aty për të lidhur luftën me flamurin. Dhe kjo fotografi, normalisht, qose do të ishte, do të vendose edhe te muzeu që e po përgatiste. Më pas, fotografia e dytë është çeta kryengritëse e komanduar nga Salibutka, dhe është një fotografi që është shkrepur në Korrikt, në gusht në 1912-ës,
Dhe jo vetëm kjo, por dhe disa fotografi të tjera, ja u them, për shembull, është diçka e pa thënë më përpara. Gjatë kohës jam marrë me studimin shumë të himtë dhe me shumë detaje të këtyre disa prej, ose themi parti fotografish që janë shkrepur në atë moment. Ato kam për autor fotografin që kishte emrin Thimizografi. Në vullën e tij shënoi fotografia amerikane, sepse ishte kthyer nga Amerika si fotograf në Korçë për të punuar si fotograf, dhe aty shkronte fotografia amerikane TD Zografi Korçë poshtë. Dhe këto fotografia i ka shkrepur në oborin e mësonjtores së parë shqipe, ku kam pozuar jo vetëm çeta e Salibutkës, por edhe fotografi tjera që i kemi dhe tu te ekspozita, janë të vendosur në oborin aty ku gjenden shkronjat sot A-B dhe C-s. Aty ka që vendosur grupet e çetave që janë fotografuar. Dhe nëse shohim mes detajeve të fotos, kariget ku janë ulur luftëtarët ishin kariget e shkollës. E shkollës. Po sa e bukur. Po ato dyja kanë koment liko? Ato të dyja janë çeta e Kurveleshit në drejtimin e Vehip Runës, dhe tjetra është një grup luftëtarësh me drejtuesin e tyre me Det Gjolulin. Nikoj, kujt ishte ideja që mbas këtyre kornizave, po themi me kambalecat mbajtur, janë këto arkat me municion? Unë mendova se do të shërbente si dekor shumë i mirë për ato. Po këtë pra jam duke thënë. Dhe vendosa që të ishte një mur i tillë me ark. Kjo shumë Nikoj. Po nuk ta thash në fillim se ti do komentoje fotot, jo sfondi. Po sfondi është një gjetje fantastike. Domethënë, këtu tani kuptoj që ti je në një muze ushtarak, në një muze lufte, në një muze të forcave të armatosura. Shumë e bukur. Arkat janë bosh, Pa diskutim. Bosh, po. Foto tjetër. Sepse plotësh e pamundur të ngrihen për të krijuar atë ambient. Tu Niko? Këtu jemi te portreti i Isa Buletinit, te Shota dhe Azemi dhe te Mehmet Shpendi, të cilët janë pjesa e ekspozitës temi e stampuar tani së vonshmi. Librat janë pjesë e fondit të muzeut të bibliotekës kombëtare, sepse kjo aktivitet ishte një bashkëpunim me bibliotekën kombëtare, pasi aty janë vendosur organe shtypit kohës në të cilat ka bërë jehon imazhet e këtyre luftëtarëve, ose të ndryshe janë botuar në këto organe shtypi. Duke filluar nga revista cilat janë botuar revista Zgjimi brenda Shqipërisë dhe jashtë, po revista Zgjimi që ka qenë botuar pjesërisht në Korçë, më pas në Durrës në periudhën e vitit 1913-1914. Më pas kemi këtu për shembull është një koleksion i revistës Ylli Mingjezit që botohej në Amerikë, dhe aty kemi për shembull portretin e luftëtarit Ismail Klosit, që është prandaj vendosur dhe ai numër i asaj reviste aty. Por që përgjithsisht janë imazhet e çetave, si të jugut, ashtu dhe të veriut. Foto tjetër? Tani ajo pistoleta Isa Buletini që e çamatosur në Londër. Shqiptarët e çamatosur, thonë jo. Ne të paktën nuk e dim se çfarë modeli ka patur aty, sepse dim që Isa Buletini ka patur disa lloj modelesh armësh që ka përdorur, po nuk dim tamam te ngjarja që ka ndodhur, cila prej tyre ka qenë. Tu jemi përsëri në vijim të pjesës e cila është përballë asaj që po komentonim deri më tani, është pjesa e këtyre krerëve të disa prej çetave të Shqipërisë së Jugut, të cilët u mblodhën jo vetëm ata, por edhe të tjerë që u mblodhen te ai që quhet mbledhja te monastirit Cepos, po është i pari në krahun e djathtë, duke qenë drejtuesi një çete të zonës Mallakastrës, po, sepse të gjithë janë përfaqësues e pavarësisë, po jo firmtar. Nga delegat është Ajredini. Po edhe Bektashi edhe nënshkruesi i asaj. Jo, ai është në firmtar. Nënshkruesi akti. Edhe delegat është firmtar. Po Bektashi? Jo, firmtar nuk është Bektashi. Jo, nuk është. Po delegat ishte? Nuk kujtoj të më dalë te. Kam përshtypjen që duhet të ketë qenë delegat. Po nëse nuk ka rëndësi. Nuk vjen. Gjithsesi familja Cakrani, kjo ishte ide. Po, ka një përfaqësues të tyre. Aty duke qenë se ishte një nga ata që kishte një nga, të themi, në drejtimin e vet një nga çetat, të cilat ishin pjesë e asaj që vepronin në jugun e Shqipërisë. Se tu i kemi të ndarë, për shembull, është Qamil Panariti që vjen nga zona e Korçës, është Ysen Dishnica që vjen nga zona e Korçës, është Llambi Bimbli që përsëri vjen nga zona Andej, po që ishin të ndarë sipas te. Kjo pistolet Moniko? Kjo është ajo që po flisnim dhe që ka qenë e përdorur dhe nga Isa Buletini edhe nga Det Gjoluli. Tani një sekondë.
Si model. Si model, jo originale. Jo, ajo si objekt është original. Pra të themi si revolver. Po a e ka përdorur i saj, po jo? Por ne nuk jemi do të sigur për të thënë kush e ka përdorur prej tyre, por jemi të sigur për të thënë që këtë model të kësaj të këtij objekti, themi, ka qenë pjesë e pajimeve të armatimit. Sa mande kjo? Sa nuk është se e kam numëruar atë pjesë sa fishek bante, por jo, është thjesht si model që ne kemi mundur ta identifikojmë, ta verifikojmë te fotografitë që gjendet. Kjo është po, ka tabelën e saj që është modeli revolveri Gasser. Po, është prodhuar në Austri, pesha e saj është deri te 1 kg 350 gram ose 1.35 kg. Po, është ajo. Dhe ka qenë... Ja, sa si e fishekve 6, se pyeta unë për jo 6. Po, është te tabelat informuese aty, por që nëse shohim për shembull tabelën në një prej kartolinave të vjetra të kohës, për shembull armët e luftëtarëve janë pushk Mauser turk modeli 1903 dhe revolverët Gasser modeli 1970. Pra që është ky modeli i tut me të cilët janë foto tjetër se ka për shumë që është një foto që i ka të dyja, Niko. Kjo është një kosi pamje e përgjithshme. Është një pamje e përgjithshme e ekspozitës, ka diçka interesante këtu, të cilën do më duhet të ngrihem që t'ja u shpjegoj. Kjo është një fotografi e panjohur. E panjohur? E ati që një në popull si Petro fotografi, por që emri ti vërtet ishte Petro Dimitri. Ai nuk ka qenë vetëm fotograf, pra kronikan në momenteve të ndryshme me rëndësi historike, por i kohësisht ka qenë dhe një luftëtar me armë në dorë. Tani, modeli i armës që ai mban, është modeli që kemi këtu. Dhe që njëtë si huta shqiptare. Tani kam i pyetje. Ore, këto armët që dalin këta në fotografi në studio, i kështë studio për i kështë i sillin këta? Jo, ato janë pajime të tyret, personale. Studio nuk kishe armë? Jo. Se mos kishe studio kështuar? Armë kishte për shembull Marubi, kishte në studion e tij, kur vendoste për shembull fotografimin e dikujt që donte të fotografojë me kostum popullor dhe për dekor të saj mund të mbante edhe një armë në dorë. Por nëse i shohim me vëmendje ato lloj fotografish, kuptojmë që ai që e mban armën në dorë është i huaj me atë objekt që mban, sepse nuk di si ta trajtojë. Kurse ai është i familiarizuar me atë që ka. Dhe njëkohësisht vlera e këtij personazhi është që fal ti ne sot kemi fotografin e delegatëve të Kuvendit të Vlorës dhe njëkohësisht fotografin e Ismail Qemalit të tjerëve në balkon, te selia e qeverisë të Vlorës. Kë ka bërë? Po. Dhe ai ka qenë dhe një fotograf, dhe një luftëtar, dhe një kronikan Jo, jashtëzakonshëm bën shumë herë mua që të ngre frenet e dorës, po. Tani edhe një herë. Domethënë, ato foto që janë gjithë delegatët. Po, është ajo. Bardhëzia, ajo më shumë e zezë se sa të bardha. Ajo është për arsye të riprodhimeve të ndryshme që ka patur. Po pra, domethënë që janë gjithë delegatët aty. Dhe Ismail Qemali në balkon mbas një viti. I ka bërë ky burr. Është ajo aty. Edhe një herë emrin se Petro Dimitri ose Petro fotografi. Petro Dimitri. Po. Po aty pse shkruhet Petro fotografi? Sepse është emri me të cilin ai njeh publikisht të njerëzit dhe njëkohësisht emri i cili ai ka përdorur te kartonat fotografik të tij. Edhe te vulat fotografike. Ne shikojmë foton e Ismail Qemalit në balkon aty dhe të paktën e sqaruam që është një vjetor. Por nuk e dinim se kush e ka bërë ata. E ka bërë ai burri atje. Nga ishte Niko? Këtu pasaj, këtu është nga cili vend i Korçës? Ky që nga qyteti? Ai është nga qyteti dhe shtëpia e tij sot është ende në Korçë, ende në këmbë. Ka lënë pasardhë, ka pasardhës? Ai ka pasardhës, por që më vjen keq të them që një pjesë e mirë e fototekës së tij është shkatruar me kalimin e kohës. Xhamat e tij negativ ka qenë depozituara diku në një institucion para viteve 90, por që nga pavëmendja ato janë dëmtuar, janë thyer dhe që sot ne kemi humbur një pjesë të mirë të trashëgimisë fotografike të Petro fotografit. Dhe njëkohësisht për të thënë dhe diçka tjetër, ai nuk është thjesht kronikan i zonës së Korçës, është kronikan i Vlorës, është kronikan në Stamboll. Ai ka patur dhe bashkëpunim me Naim Frashërin si personalitet i lëvizjes patriotike. Nga ai kemi edhe fotografi të çetave të Elbasanit, sepse ka vepruar edhe në Elbasan, dhe njëkohësisht kemi edhe një fotografi tjetër monumentale, që unë nuk di nëse kemi fotografi tjetër të kësaj periudhe, po bile dhe të më vonshme që në një shkrepje t'jenë të fiksuar rreth 15.000 njerëz. Dhe kjo është fotografia masive. Kjo është fotografia masive e shkurtit 1910, kur është mbajtur ai që njihet si mitingu i mbrojtjes së shkronjave shqipe në Korçë në shkurt të 1910-s. Dhe ai ka arritur të fotografojë të gjithë
një kodër të plot me njerëz, dhe që është një nga fotografitë më të bukura që kemi sot, dhe që është përsëri fotograf. Bravo. Po aty Niko ata dy kush janë? Këtu jemi te një fotografi tjetër e cila ka patur gjysma e asaj ka patur njohje para 90-s, dhe kur them gjysma e saj është pjesa e Hasan Xhikut, një figurë i cili ka qenë kryetari i Këshillit Antifashist Nacional Shërimtar të Gjirokastrës, dhe në krahun tjetër është Javer Hoshiti. Javer Hoshiti. Dhe ata janë të dy luftëtar po të pavarësisë së Shqipërisë, po duke qenë se ai pati fatin e keq që të ekzekutohej pas çlirimit, gjithnjë është botuar fragmenti majtas i fotografisë. Këtu kemi përzgjedhur që të vendosim fotografinë e plot dhe të vërtetë të këtyre dy luftëtarëve, të cilët vinë nga zona e Gjirokastrës. Më pas është i përfaqësuesi zonës së Dibrës, që është Ramiz Daci, i cili ka qenë pjesë e lëvizjes patriotike të asaj kohe, por njëkohësisht dhe të pas pjesës të pavarësisë. Më tutje vjoj me Izet Zavalanin, që është origjinar nga zona e Përmetit, por që ka vepruar shumë. Çfarë kishte të janë? Ata janë një fis, janë një familje të gjithë, por që ka vepruar shumë dhe në manastir. Okej, kalojmë një foto tjetër. Besoj që kemi ne. Tajar Tetova vjen më tutje, i cili ka qenë kryetar bashkie në Elbasan, por ishte edhe një personazh i cili dezertoi nga ushtria turke bashkë me armët për të bashkuar kryeministrin shqiptar. Okej, foto tjetër? Përfaqësues pasi Beratit dhe të tjerëve me radhë, të cilët ky është pjesë, po, ky është përsëri. Ky është revolveri i cili bëhet, po, dhe Isa Boletini dhe i Det Gjolulit. Pra është mark e cila është përdorur te formacionet luftarake të dy këtyre prisave, themi, dhe luftëtarëve. Kjo është huta shqiptare, që pavarësisht se vjen sot e dëmtuar, sepse nuk ka pjesën e zbukurimeve që e pamte fotoja e Petër fotografit, po. Dhe njëkohësisht ajo është një fotografi tjetër e Petër fotografit aty. Kush ka huta shqiptare? Po. Po pse huta shqiptare prodhuar ku? Ajo është prodhuar, për shembull, nëse lexojmë aty, është prodhuar në Tetov. Si armatim, por që ka marrë pjesën të modelit Martin Henry, që filloi të prodhojë si model në 1871. Ka patur armëtarë shqiptarë, të cilët kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe që kanë dhënë. Tani këto pisjollat që duhet ato janë koburet shqiptare, të cilat ishin më të vjetra të ekspozuara në këtë ekspozitë. Po, këto janë 12 vjetra. Dhe aty sipër kemi fotografinë e Kajo Babinit me çetën e tij, që secili prej tyre mban në brez nga një Niko, po si ke vënë këto vetëm këto dyja? Duhen 20 vetëm ato dy. Sepse do më duheshin shumë stenda për t'i vënë theksin atyre dhe. Do këto dy janë fotot më armë më të vjetra në Muzeun e Armëve. Të kësaj ekspozite. Më pas këtu kemi çetën e studentëve shqiptar të Selanikut në kryesimin e dervishimës, dhe aty janë dhe modelet e atyre pistoletave që kanë ata në brez. Dhe njëkohësisht modeli pushkës që kemi vendosur lart është modeli pushkës që mban një nga luftëtarët që është shtrirë aty te fotoja, që mban në dorë dhe që kishte mundësi ta identifikonin. Më pas këtu kemi kronika nga shtypi i kohës, por njëkohësisht dhe momente të luftëtarëve, por kemi dhe dy fotografi shumë interesante, cilat përsi do ngrihen për t'i treguar. Janë shumë të ralla fotografit që ne kemi të shkrepura gjatë momentit të përplasjes, pra gjatë momentit të luftës. Dhe dy prej atyre momenteve shumë të ralla, është kjo fotografi këtu, që janë malësor shqiptar duke luftuar në pozicion e luftimi, dhe njëkohësisht flasim gjithë në periudhën e kryeqytetit së përgjithshme, pra pa marrë pavarësinë Shqipëria. Dhe njëkohësisht pjesa këtu shqiptar në grykën e Osumit, të cilët janë të vendosur në shkëmb për në momentin e këmbimit të zjarrit. Ku në Osum? Shënimi i fotografisë origjinale, që besoj duket me pak vështirësi është këtu, por që këtu thot në Osum. Pra kronika. Pa e të gjithë Osumi fillon. Çfarë shkruan fotografia origjinale? Dhe aty te diçitura. Se ke identifikuar Niko? Jo, te diçitura është vendosur ajo që është shkruar te fotografia origjinale. E kuptova. Po atje Niko, ku është pak a shumë vendi? Nuk di të them. Nuk e ke sepse mund të identifikojmë. Nuk ka shënim. Është çike vështirë. Jo, mund ta identifikojmë. Është pak e vështirë për të mund ta identifikuar sepse nuk ka asnjë element për të na treguar një vendodhje. Por që shënimi i saj këtu për shembull sipër thot
luftëtar ose kostume shqiptare ose vullnetar shqiptare. Shkojtë në frëngjisht sipër se mbajmë në fiksat emërtimin që është vendosur aty. Por që këtu ne kemi vendosur diçiturën malësor shqiptar në pozicion e luftimi gjatë kryengritjes së përgjithshme. Pra janë dy nga fotografitë e ralla që kemi të momenteve në luftë e sipër, domethënë. Këtu kemi një imazh që dhe ky është i panjohur ku është Hasan Prishtina në një pozicion këtu me luftëtar të tjerë, të cilat janë, siç thash, para momentit të shpalljes së pavarësisë. Edhe figura të tjera të ndryshme, të cilat janë të shoqëruar me diçiturat përkatëse. Për shembull, kemi të fotografi që është në origjinal të saj, po njëkohësisht ajo e botuar. E njëjta fotografi e botuar në gazetën Shqipëria e Re, që botonin shqiptarët në Konstancë të Rumanisë. Në Rumani. Ose thënë më saktë, një gazetë e cila është botuar nga Xhaxhai i Koçi Xhoxhes. Ka qenë botuesi Mjal Xhoxhe, i cili ka pasur shtypshkronjën nga Negovani. Po në Koçi Xhoxhe nuk ishte me origjinë, që thonë ishte me origjinë maqedonase, ose greke. Domethënë, këta me origjinë të ershme janë nga kolonja. Zhvendosja e një pjesë të familjeve nga kolonja dhe shkuan në fshatrat, të themi, në Negovan apo në Ballkamen, ku kishte popullsi shqiptare, pavarësisht se sot janë ndryshuar emërtimet e atyre zonave, por që aty kemi njerëz si për shembull Spiro Ballkameni, Mjal Ballkameni. Familja Xhoxhe janë nga Negovani, papaprisë nga Negovani, janë të gjithë origjinarët nga zona e kolonjës. Xhaxhai i Koçi Xhoxhes, domethënë? Ka qenë njëri i cili ka qenë përveç se një luftar me armë në dorë, përveç se ka qenë njëri ka marrë pjesë në shfaqjen për herë të parë të dramës Besa në Korçë në 1990. Ky Koçi nga do ashtu ka patur edhe një shtypshkronja Albania që ka patur në Konstancë të Rumanisë dhe ka botuar jo vetëm gazeta, jo vetëm revista, por edhe kartolina postare, të botuara nga kjo shtypshkronja saj. Do kemi vetëm një ndërprerje publicitare të shkurtër dhe kthehemi sërish publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit edhe një institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalo këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Foto tjetër që ta vijojmë komentin, po këtu Niko? Po, këtu jemi përsëri një pamje përgjithshme e ekspozitës, por pak më tutje se sa fotografia më përpara. Aty jemi te Tajar Tetova, që përmenda para pak. Njëkohësisht janë organet e shtypit asaj kohe dhe njëkohësisht armët të cilat, siç thash, janë identifikuar si modele, janë identifikuar nga fotografitë e pjesëmarrësve. Niko, kush i ka bërë këtë identifikimin e armëve? Këtu për shembull jam falënderues për bashkëpunimin që mundën për identifikimin e tyre një shef i sektorit që është te muzeu, Edmond Çollaku, dhe njëkohësisht për kontributin e saj që ka dhënë një shef tjetër sektori që është aty, njohëse e mire, ose të themi të dy njohës të mirë të pjesës të armëve, që është Luiza Dervishi. Pra janë dy persona cilët kanë lidhje direkte me pjesën e armëve dhe më pas kryesisht me Çollakun që jemi ulur, kemi zmadhuar fotografit, kemi kapur detajet se kush armë është fiks që gjendet në dorën e luftëtarëve për ta përcjellë më pas te stendat. Bravo. Shumë interesante. Është Islam Vrioni që si përfaqësues zonës së Beratit, Topulli dhe Grameno që janë fotografuar në korrik 1908 në manastir, më tutje është Spiro Ballkameni me një bashkëluftëtar të tij, Themistokli Gërmej, dhe fillojmë nga fillimi pas Mehmet Shpeti dhe foto tjetër që ndoshta e kemi në një pozicion tjetër. Ja, këtu jemi më pas ka sjellë, më fal. Ja, mund gabim, më pas ka sjellë, domethënë që e ke kështu. Domethënë këto janë dy më të vjetra dhe kësaj ekspozite. Kobure thua ti? Armë më të vjetra të Muzeut të Forcave të Armatosura. Që janë përdorur të ekspozitës të Muzeut të Forcave. Të ekspozitës ishte planifikuar për festat për festën e 28 nëntorit. Ka qenë ndër armët kryesore të luftëtarëve shqiptar gjatë kryengritjeve të mëdha të vitet 1909-1912 që ende në përdorim armëtarët shqiptarë shqyeshin do të thonë këta kanë prodhuar shqiptarët, Po.
Po, është prodhim shqiptar. Po, Të duhet një dhe si artizanal. koburia po. Me handmade, me dorë, domethënë. Në zbukurimin e elementeve të çantë, koburia është ndërtuar me material bakër, hekur, argjend, filigram dhe ka impunim të përsosur artistik. Kjo lloj kobure blihej vetëm nga shtresat e larta. Numri i tyre që përdorur nga luftëtarët shqiptar llogaritet në rreth 3000 copë. Wow. 3000 të tilla. Sipas kronikave që janë mundur të gjenden janë prodhuar në Shqipëri 3000 të tilla. Kanë qenë në duart e tyre sepse janë prishur pafund të tjera gjatë rrugës. Janë çuar si suvenire në periudha të ndryshme shumë të tilla. Por që afërsisht ne mund të themi që ka pasur rreth 3000. Si përfunduan këto? Si arritën të gjetën? Këto kanë qenë pjesë e fondit të muzeut. Po jo si gjet muzeu? Nuk di ta them atë pjesë si ka gjetur muzeu sepse ka patur një angazhim të themi edhe dekada më parë për të ruajtur elemente të kësaj natyre, por që fatmirësisht i kemi sot në gjendje relativisht të mirë të tyre. Ka nevojë për restaurim prap? Nevojë për restaurim për sa i përket metalit që kanë, pra për ta pastruar, për ta nxjerrë më në pa, por në pjesën e saj ato nuk janë funksionale, domethënë paktën nuk mund të shkrepen, sepse nëse e shikon, ajo ka pjesën ku vendoset guri i zallit, ku vendoset pjesa e saj e eshkës, dhe më pas nga gryka mbushet me gogël lekuri dhe me barut. Dhe në momentin që shkrepet, guri i zallit ndes eshkën, eshka ndes barutin dhe barutin nga fuqia shtyn goglën. Por që kjo nuk mund të realizohet në sot, se do janë bërë specialistar më po. Foto tjetër. Po, këtu kemi drejtues të çetave gjatë kryengritjes përgjithshme, Ky është Nagant, e rreth 1911 me mulli kjo. Po, ky është revolver Nagant, i cili gjendet në brezin e Themistokli Gërmenjit, që është në qendër. I dyti është Menduza Valani dhe i pari këtej është Spiro Ballkameni. Sipas identifikimit që kemi mundur të bëjmë nga fotografia, ata mbajnë modelin e pistoletës, të themi të revolverit Nagant, dhe njëkohësisht si pushkë kemi të sqaruar aty kanë pjesën e pushkës model Manliheri Schonauer, që është i vitit është modeli jo që mban Themistokli Gërmenji është pushkë. Po, ka edhe revolveri në brez. Jo, okej, ky është më kështu se e ka mbajtur nga ana tjetër dhe ngjan ajo si në një jo është pjesa e ripit, asaj që duket mbrapa. Ajo është e ripit, po e ka mbajtur nga tyta. Po, e ka mbajtur nga tyta. E ka mbajtur tyta. Ka një kështu se ka dhe foto më vete dhe duket sikur identifikimin e sena ka shërbyer për shembull arma që mban i dyti, që është Menduza Valani, që bandor sepse është më e pastër në mashe dhe për të dalluar detajet. Foto tjetër e armës. Të njëjtat, Niko. Po, këtu është stenda në formë të përgjithshme. Është e njëjtë. Dhe modelet të Okej, që ti kalojmë këto revolverëve që janë përdorur te Okej, foto tjetër? Krerët dhe çetave të zonës së Shqipërisë. Kemi dhe ato për të nasirur, pse janë shumë interesante. Këtu jemi te nënshkruesi i aktit të pavarësisë, Pandeli Cale, i cili është jashtëzakonshëm. Shumë interesant. Dhe këtu është pushka që mban në duar është Mauser. Dhe njëkohësisht pistoleta që kanë në brez është pistoleta Luger. Pra është ky model i kësaj pistolete që ai mban në brez. Shumë. Ky ishte firmtar, delegat dhe firmtar i pavarësisë dhe njëkohësisht ministër i bujqësisë. Po, ka qenë ministër i bujqësisë i parë. Pa i Çerçistopulli aty? Ajo është fotografi e panjohore e Çerçistopullit që ban në duar atë modelin Mauser turk. Ajo është një fotografi e 1907-s. Ku? Që është shkrepur në një zonë të themi kufitare sot mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Në një takim që ai ka patur me kryengritës së asaj zone, aty ka rastisur një fotograf i cili ka shkrepur 3 fotografi në atë momenti dhe që një prej tyre është kjo fotografi. Por që te fotografia që besoj mund të kemi një më të plot, pushka që është arma që është vendosur në krahun e djathtë është arma që ai mban në dorë ajo fotografi. Pra modeli i asaj marke Mauser turk. Trindën e një vend Çerçistopulli. Foto tjetër. E komentuar. Po, kjo është pjesë e përgjithshme përsëri e saj. Këtu për shembull është diçka interesante që këtu kemi fotografinë e dëshmorit kombëtar Gani Butka. Dhe kemi edhe një pozicion tjetër mos gaboj. Dhe këtu kemi të dyja armët që ai që i duken në fotografi.
Pra të dy armët që janë të vendosura këtu janë të dy armët që ai mban në atë fotografi. Foto tjetër, kam përshtypjen që mund ta shpjegosh. Po, besoj mund ta kemi, ja ky është imazhi i Mauserit turk që mban në duar Çerçistopulli. Nëse e shihni, kemi përveç modelit të armës, kemi fotografinë e tij dhe njëkohësisht ajo fotografi e botuar në gazetën Drita që botonte Shahin Kolonja në Sofje. Një gazetë që ka dalë me 101 numra nga 1901 te 1908. Dhe një imazh është botuar te aty. Po, këtu jemi përsëri te planet të ndryshme të organeve të shtypit që revista Zgjim edhe po, kishin pak edhe më herët. Po, është interesante se dy numrat e parë të revistës fjalën zgjimi e kanë me shkronjën Z. Dhe numrat që vijojnë më tutje janë me shkronjën Z. Aty kam preferuar që të dishetura të vej atë emërtim që ka organin, pra me shkronjën Z. Sigurisht. Po, foto tjetër? Po, këtu jemi te Gandibutka që kemi modelit të revolverit edhe kisha iden dole saktë e kisha parë. Po, foto tjetër? Këtu jemi sepse ka diçka interesante. Në fotografinë e Pandelit Sales kemi dy shkrepjet që janë të një harku kohor rreth 5 minuta nga njëra tjetra. Te fotografia e parë, nëse e shohim, ai ka vendosur dorën mbi armë, por pjesa e veshjes së tij ka bllokuar për aparatin vendosjen e revolverit në brez. Dhe ta e fotografinë nuk e dallojnë me revolverin. Te fotografia tjetër që është për 5 minuta më vonë, ne kemi revolverin e tij te me fustanell. Sepse është në të njëjtin vend të shkrepur fotografi. Me fustanell. Me fustanell. Dhe aty nga kjo e kemi identifikuar Ezez. Je i sigurt? Po. Se e errët po. Po, ajo është Ezez. Ezez, ë? Dhe nga kjo fotografi e dytë ne kemi është modeli që ata kanë përdorur. Po, nuk është kostum popullor, nuk bën pjesë të veshja e kostumit popullor ajo. Po ç'është? Është pjesë e një tip, të themi, uniforme, apo sikundër tha ministri në fjalën e tij të rastit aty që të gjithë ata kanë qenë në kërkim të një uniforme, dhe që besoj se ajo është një nga motivet që ata kanë dashur të japin në atë kohë për sa i përket imazhit të një komiti dhe një luftëtari. Foto tjetër? Këtu kemi diçka, për shembull revolveri Smith & Wesson që është përdorur në kryengritjen e përgjithshme, vijon të përdoret më vonë sepse është fiks një model që ka përdorur dhe Avni Rustemi në vrasjen e Esad Pashës në Paris. Po, Smith & Wesson është ai model. Domethënë me atë pistolet, Avni Rustemi ka vrarë Esad Pashë Toptani. Por ajo si pistolet, si revolver, në saktë është përdorur dhe në kohën e periudhës së kryengritjes së përgjithshme. Po, kjo që flasim. Do të thënë me atë e vrau Esad Pashën. Ai është modeli i revolverit. Paktën që del nga procesi i balet. Me sa plumë e vrau? Ai ka shënë 2 herë. Po. Më pas i është bllokuar arma dhe nuk ka mundur të shtjerë për herë tjetër, sepse gjithë dëshmitarët që thonë ai kryente veprimin me dorën për të shkrehur prap, por nuk arriti